Ky imazhi i dasmës shkodrane të Kolidromenës është i njohur prej të gjithëve dhe na pasqyron një prej ritualeve të rëndësishme të qytetit. Dasma shkodrane rikthehet pas shumë vitesh, këtë herë si një organizim i qendrës rinore Arka në bashkëpunim me profesor Lorenz Radovanin. Prej javësh ai po punon me artistë të rinj, të cilët në mbrëmjen e 11 shtatorit do sillin një natë ndryshe, si një trashëgim i të parëve tonë. Për plot 3 orë publiku do të shijojë interpretimet e formacionit orkestral Arkestra, ku do të vinë këngët e njohjes, ato të fejesës, këngë humori dhe të ceremonialit të dasmës. Profesor Radovani e quan të rëndësishme ruajtjen e traditës dhe përcjelljen tek brezi i ri, i asaj që në vetvete është dëshmia më e mirë e artit të bukur shqiptar. Ka një vlerë të caktuar, ka një përcjell një mesazh edhe i jep një njohje të mëtejshme kësaj kulture e cila ka ekzistuar në shumë shekuj, do të thoja, vite, dekada ka ekzistuar. Unë majmen në kujtesën time kohët kur jo vetëm në festat familjare, po dhe në qytet vlonin orkestrat, orkestra Lulishtes një maj, orkestra Kafes Malle, orkestra e turizmit vjetër, me instrumentistë këngëtar mjaft cilësor, do të thoya ndoshta më të mirët. Gjithë këngëtarët besoj kanë kaluar nëpërmjet një filtri, kanë dhënë një kontribut në këtë qytetërim, të cilin duam ta mbajmë gjallë, duam t'ia transmetojmë, duam t'ia mësojmë. Nuk është se jemi perfekt, por jemi të qëllimshëm drejt njetit mirë, se me thënë drejt qëllimit pozitiv, për ta transmetuar këtë energji, këtë informacion cilin kemi, e cilin do ta shpërndajmë këto, edhe do ta sherim edhe me publikun, si thohet sot në gjuhën kompjuterike. Në 11 shtator ora 19 dasma shkodrane rikthen nostalgjinë e na jep mundësinë të shijojmë të bukurën.